Realisht, a ka pas Shqipëria në herë të djathtë? Se unë nuk mendoj që ne kemi pas Elisa, ne nuk kemi pas klasë fisnikësh, ne nuk kemi pas Tirana që ne e duam aq shumë. Në vitin 40 ka pas si fabrikë sapuni, fabrikë nallonesh, disa shtëpia, domethënë fillu me kriju një lloj qytetarie që mas ne u shkatarruam atë që thatë ju në 45 në masakru. Dhe mas 90-s, partia ku ju keni qenë fillim, a ka qenë realisht ndonjëherë ose ka pas ndonjëherë program të djathtë? Ose doktrinë filozofike të djathtë, ose doktrinë ekonomike të djathtë. A ka mundësi se më mirë se ju nuk mund ta shpjegoj kërkush që ta mbyllim këtë historinë kur thonë e djathta e majta. Ne djathta në Shqipëri është konceptuar më shumë si origjinë familjare. Po. Që do të thotë, ato që fituan luftën, që quhet e majta. Po. Partizanët të lidhë me Frontin Nacional, të lidhë me Jugoslavinë, dhe s'ka rëndësi e fituan ato. Fitimtarët nuk para gjykohen. U kriju ideja që këto janë të majtët u lidhë me Bashkimin Sovjetik, se ortakët ishin të majtët. Po e them, atje dhe ideologji u vesh kjo marksizm, as ato si ishin të majtët. Po ta lexosh Marksin, po të lexosh Rosa Luxemburgu, mbar Antonio Gramsci, që është u afër, da shikoj që regjimi e Enverolës nuk ishte as i lidhje me... Pas i lidhje një regjim feudal... Hiqër një feudalizëm, një mënyrë se si do ta majnë kontroll vendin tim. Popullin e vetës, një formë, një diktaturë, që mund sajohet... Me një etiket komunista, marksiste... Siç mund themi ne që regjimi i Zogut ishte i djathtë. Nuk po thush. Në konceptin e filozofisë, kuptohet ja. Mreti kishte idetë veta për shtetin e vet, për familjen e për këto kështu. Po me Fanolin, dashje duhet të dish, me Fanolin ka qenë ky konflikt. Domethënë Fanoli dojtë reforma të shpejta, mreti dojtë konservative të bashkëta. Dhe mreti, si më thon, desh me i bë. Po nuk jam rriti, po. Hiç u përplas me belerët, me çiftligarët. Periudhat caktuar që në ato më të zot, deri kur e kuptoj që është më mirë me bë një kompromis me këto, se sa të hyrë reforma në mes. Tash po marr ballin kombëtar, që gjoja këto e konsideroj si... Po balli ishte Partia Socialdemokrate. Socialdemokrate. Reformën agrare e kanë dekalogun e ballit. Dekalogu i ballit. Domethënë nga kjo pikpamje gjithë këto teza tu shtrumen në Shqipërinë tonë të vogël, edhe pa ditur, dhe pa asnjë lloj, si më thon, eksperiencë para si më thënë, demokratike, sepse eksperienca jonë nga 12 deri kur erdhi lufta këtu, është eksperienca e shtetformimit shqiptar, jo e formimit demokracisë shqiptare. Po, shtetformimit, shumë e saktë. Ato kemi ushtri, ato kemi polici, ato kemi administratët. Administratë publike, kaq. Pastaj, a do a drejtoj me të alternume, që është demokracia, apo do a drejtoj një njeri i vetëm, monokratik. Ky është debati për atë kohë, nuk ka lidhje. Tash vim mas 90-s. Unë jam prej atyre të parëve, fare me kupto, dhe tash debati ne jemi e djathtë. Nuk është e djathtë. Partia Demokratike nuk ka qenë herë djathtë. Dhe mirë ka bërë në këtë kuptim. Ç'kuptim do kishin kuptimin po e zeme djathtë. Gjithë reformat që janë bërë, po ti shohësh ti, janë pothuajse social-demokrate.